Territori shqiptar për datën 17 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme, duke sjellë rreshje shiu në pjesën më të madhe të vendit dhe rreshje dëbore në zonat veriindore dhe juglindore. Paraditja do të jetë me rreshje të dendura në shumicën e territorit, ndërsa pasditja vijon me rreshje intensive, sidomos në zonat qendrore dhe jugore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 13 gradë Celsius. Gjatë ditës nuk priten intervale të konsiderueshme me diell. Era do të fryjë mesatare nga drejtimi jug-perëndimor, me shpejtësi 4 deri në 7 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim mesatar rreth 3 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 17 shkurt 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:26 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:23 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 7 deri në 11 gradë Celsius. Kukës, 1 deri në 7 gradë Celsius. Peshkopi, 2 deri në 8 gradë Celsius. Tiranë, 5 deri në 10 gradë Celsius. Durrës, 7 deri në 13 gradë Celsius. Kavaj, 6 deri në 12 gradë Celsius. Elbasan, 5 deri në 9 gradë Celsius. Berat, 3 deri në 11 gradë Celsius. Korç, -2 deri në 6 gradë Celsius. Vlorë, 8 deri në 13 gradë Celsius. Gjirokastër, 3 deri në 11 gradë Celsius. Sarandë, 8 deri në 13 gradë Celsius.